إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç i meriton ai xhalla xhalalu. Selamat ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Dashur vëllezër besimtar, sot me lejen e Zotit do të shpjegojmë një hadith, një fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që neve si besimtarë të marrim dobi të rëndësishme për jetën tonë. Hadithin e transmeton Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: innal abda idha akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Do të robi kur e bën një gjunah, një mëkat, i vendoset dhe i shkruhet një pikë zezë në zemrën e tij. Fa idha naza'a wastaghfara wa tab suqila qalbuhu. Në qoftë se robi thot kërkon falje Zotit pas mëkatit, pendohet, Allah azza wa jalla ja pastron zemrën e tij. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu wa huwa ar-ra'n alladhi dhakara Allah fi kitabih kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Në qoftë se robi thot kthehet në gjunah, i kthehet gjunat prap, edhe e vazhdon hala ma shumë gjunahën duke mos u pendu, thot i bëhet zemra e nxirr, e zezë, duke u vendosur nga një pikë e zezë, derisa ta mbulon komplet zemrën e tij, e kjo quhet ar-ra'n, ku Allah azza wa jalla ka quajtur në Kur'anin famlart për mbulim i zemrës ose mbyllje e zemrës, vulosje e zemrës në të keqen Zoti na ruaj. Allah azza wa jalla thot: kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nuk është ashtu si mendojnë ata, po kjo është mbyllje, vulosje e zemrës së tyre për shkak të gjunave që i kanë bërë në këtë vend. Ky hadith, dashur vëllezër, na tregon se sa të rrezikshme janë mëkatet, gjunahet për robin, për zemrën e tij, për jetën e tij, për vazhdimsinë e tij në këtë dynjë. Sidomos në kohën të cilën ne jemi duke jetuar, që gjunahet janë fut në shtëpi, na janë fut në xhep. Ku do që shkojmë gjunahet, jam alet sot njeriu bën gjuna, ja askush. E neve duhet ta kemi parasysh këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se pasojat e mëkateve gjunave janë të mëdha. Një prej pasojave të dashur vëllezër është që Allah azza wa jalla ja velos zemrën e robit dhe e meriton hidhrimin e Allahut azza wa jalla Zotin e robit. Kur robi bën gjuna dhe nuk pendohet, dhe nuk kthehet i Zotit, sepse të gjithë ne jemi gabimtarë. Më i miri për i gabimtarëve është ai i cili pendohet. Nëse robi nuk pendohet, i voloset zemra e tij dhe e meriton hidhrimin e Zotit. Kjo është e para dhe kryesorja. E dyta, dashur vëllezër, bërja mëkate e privon njeriu nga marrja e dijes për fenë e Zotit xhalla xhelalu. Sepse feja e Zotit, mësimi për fenë e Zotit, dëgjimi për fenë e Zotit, ulema islami thonë është nur, është dritë. Allahu xhalla wa ala, një zemër që është e nxirr nuk ja mundson me fut dritën e tij. Imam Shafiu rahimahullahu ta'ala kur shkoi te Imam Maliku me mësu, Imam Maliku i tha: o djaloshta, Allahu xhalla wa ala ta pas ka dhënë një nur, një dritë në zemër, ruaj, u tha, mos e fik me gjunah. Allahu xhalla wa ala ta pas ka dhënë një nur në zemër, që po mëson shpejt, po mëson i dishum, më ruaj mos e fik këtë nur me gjunah, me mëkate, sepse e fik. Pra privon njeriu nga dija e fesë. Kur ti thosh hajde me ngu ders, i dham koka, lexo Kur'anin, smoj, dëgjoni ligjërat, nuk moj. Pse? Pasoja e mëkateve bën që ta privon njeriu nga dija e Zotit xhalla xhelal. E treta, e bën që pasoja e mëkateve e bën të vrazh njeriu në zemër. Është i vrazh në zemrën e tij, në raport me Zotin e tij, në raport me krijesat e tij. Është i vrazh në raportin e mes njerëzve, nuk din çka është butësia, nuk do çka është lehtësia,
Gjitha këto janë si pasojë mëkateve, si pasojë gjunave të dashur vëllezër. E katërta me radhë, ndjesia e errësirës në zemër. E bën njeriu që të ketë errësirë në zemrën e tij. Sado që shfaqet i lumtur në publik, ajo është i errët, është bosh në zemrën e tij. Për shkak të mëkateve që i bën njeriu. Për këtë Abdullah ibn Abbasi, djali i Hoxhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë në një hadith: "Inna lil hasanati diya'an fil wajh wa nuran fil qalb wa sa'atan fil rizq wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalq." Ka thënë njeriu kur bën vepra të mira, Allahu azza wa jall pi as drejt ka ftyrën. Ftyra e tij po i bëj ka numër, dritë. Pastaj thot, vetë puna e mirë është dritë. Pi jep ka Zoti ftyrën e tij dritë, në zemrën e tij dritë. Pi ja hap ka dyrë të rrezikut. Pi ja dha ka fuqinë e trupit, edhe dashurinë në zemrat e krijesave. Kur ai bën vepra të mira. Dhe kundërta me të kundërtën. Thot, wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajh, dhulmatan fil qalb, wahnan fil badan, wa naqsan fil rizq, wa bighdatan fi qulubil khalq. Thot, kur njeriu bën mëkate, Allah azza wa jall vjen duke ia nxi ftyrën. Ftyra e tij vjen duke u nxi. Ka errësirë në zemrën e tij. I mbyllën dyert e rrezikut. I dobësohet trupi i tij. Dhe ka urrejtje në zemrat e njerëzve ky njeri. Ka urrejtje, njerëzit e urrejnë, nuk e di pse, ama e urrejnë për shkak të mëkateve që njeriu mundet me i bë. Andaj shikoni pasojat dashur vëllezër sa të rrezikshme janë. E pesta, e largon nga bindja ndaj Allahut. Ai që bën mëkate shumë dhe nuk din çka është pendimi, ai nuk din si më u bind Zotit xhalla wa ala. Nuk din ai si më fal namazin, si më agjëru Ramazanin, si më shku në hax, si më dhon zakatin. Kur ti e thret në këto, ai çuditet dhe pse më falën, s'kum bë kur gjë. Sa ai thotë që ai mendon që vetë do të më bëj diçka për më fal. Pasojë mëkateve janë ta njerëz të cilët ju ka humb busolla në jetën e tyre. E gjashta, gjunahu e ngre gjunahun tjetër, derisa njeriu të shkatërrohet. E shtatë dashur vëllezër, njeriu si pasojë e mëkateve, pastaj mëkatin nuk e urren mëkatin, përkundrazi e bën haptazi, edhe thret në të. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun." Ka thënë krejt ymeti im janë të falur. Përveç ata që bën gjunah haptazi. Përveç ata që bën gjunah haptazi dhe nuk e kanë dert fare hiç. E dashur vëllezër, si pasojë e kësaj, e teta me radhë ja largon njeriu xhelozin nga zemra e tij. Mëkatet e shumta bën që njeriu mos jetë më xheloz. E kur s'ka xhelozi, e merr epitetin e dejuzit. Dejuzi çka është? Dejuzi është një njeri i cili bëhet marrja në shpellë dhe si huqet fytyra. Kjo është dejuz. Deri në këtë pikë më mri njeriu në kulminacionin e gjunave, që mi u bë marrja në shtëpi dhe mos mi u skuq fytyra, si pasojë e mëkateve të vazhdueshme dhe mos pendimit tek Zoti xhalla xhelaluhu. E të dashur vëllezër, e nënta me radhë, gjunave e poshtron njeriu në dynja dhe në ahiret. E takvallaku devotshmëria e ngrit njeriu, e bën krenar. Allah azza wa jall thot: "Men kana yuridu al-'izza fa inna al-'izzata lillahi jami'a." Ai që dëshiron krenari, ta dini që krenaria i takon krejt Allahut. Kërkon e krenarinë të Zotit duke ju bindë urdhrave të tij. Apo do me qenë i lartë, me qenë krenar, me qenë i dashur të njerëzit. Bind një urdhrave Zotit, bind një Allahut xhalla wa ala, Allahu azza wa jall t'jep krenari në mesin e njerëzve, t'jep krenari, jeton me krenari, jeton me dinjitet, derisa ta takosh Zotin xhalla wa ala, duke lutur Allahun që gjithë neve të na bëj prej tyre. Dashur vëllezër, si pasojë mëkateve largohet marrja. Ku largohet marrja, pejgamberi Zotit ka thënë: "Idha lam tastahi fastama' shit." Kur s'ki marrë, ka thënë bëj çka dush. Kur i largohet petku i marrës njeriu, ai ju ngjason kafshëve dhe jo njeriu. Dhe 11 me radhë dashur vëllezër,
e largon mirësinë dhe e shton fatkeqësinë. Gjunohu mëkati i e largon njeriu mirësitë që ja ka dhënë Zoti xhallahu ala. Gradualisht i largohet bereqeti, i largohet rreziku, i largohen bereqetet, i largohen mirësitë dhe nimetet që ja ka dhënë Zoti dhe i shtohen belat, i shtohen fatkeqësitë për shkak të mëkateve të tyre, duke lutur Allahun xhallahu ala që të na bëjë për atyre besimtarëve që pendohen pas çdo gabimi që bëjnë, duke lutur Zotin që të na mësoj të jenë gabimet tona sa më pak të mundura, të bindemi Allahu xhallahu ala, të jetojmë me dinitet, me krenari, dhe mos na bëj për atyre robërve të tij të cilët nuk e dinë çka është Zoti, nuk e dinë çka është devotshmëria, nuk e dinë çka është bindja ndaj Zotit, por vrapojnë pas egos dhe epshit, duke lutur Allahun që mos na bëj për tyre, por na bëj për të devotshmëve. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafur.